Komuna Gjilanit po përfundon një vit të suksesshëm buxhetor dhe një vit kalendarik me rezultate dhe suksese që kemi shënu në gjitha sektorët. Jemi komunë e cila ka apliku disciplinë të ashme buxhetore, një disciplinë ashme buxhetore fiskale me qëllim të uljes shpenzimeve, të gjitha kategorive të shpenzimeve dhe rritjes fondit të investimeve. Duke qenë i vetëdijshëm se komuna ka trashëguar obligimet vjetra, borxhet këqija dhe menaxhim të keq. Ne kemi arritur që edhe këtë vit të shlyjmë shumicën e obligimeve sa përket operatorëve dhe lajmi i mirë ka ardhur edhe kur qeveria ka shpallur me ligj amnesti ndaj borxhit të qytetarëve në raport me komunën. Afër 7 milion euro janë faljet borxheve të qytetarëve, ndërsa ne presim të inkasojmë edhe 2.1 milion euro që kryesisht janë obligime të qytetarëve dhe me ato mjete natyrisht besojmë shumë që do të jetë investime në infrastrukturë lokale. Sa i përket të hyrave komunale, jemi komunë që kemi realizuar buxhetin e komunës, kemi përmbyll buxhetin e komunës fal besueshmërisë së qytetarëve dhe kjo përmbyllje e obligimeve ndaj komunës neve na jep besim që të vazhdojmë uljen e vlerës taksës pronës për qytetarët duke dash me pasuru qytetarin dhe duke dash në njëjtën kohë me kriju mundësi që ata të paguajnë obligimet ndaj tatimit pronit të taksave tjera komunale me mjetet cilat ne operojmë, ne punojmë dhe ne ndërtojmë shkolla, ndërtojmë rrugë, ndërtojmë ambulanta, ndërtojmë infrastrukturë të domosdoshme për qytetarët. Këtë vit kemi vazhdu implementimin e pakës për familje, që nënkupton rregullimin e kanalit ujrave të zeza, rregullimin e infrastrukturës ujit pishëm, rregullimit të infrastrukturës shkolla, subvencionimet në kulturë, subvencionimet në sport, subvencionime jashtëzakonisht mëdha edhe në sektorin e rinisë dhe në gjitha sektorë tjerë që janë të domosdoshëm për qytetarët e komunës Gjilanit. Kemi arrit me kthy vëmendjen e Prishtinës, qeverisë Kosovës, Kuvendit Republikës, kemi arrit me kthy vëmendjen e Tiranës zyrtare, jo vetëm vizita e kryetarit parlamentit shqiptar në Gjilan dhe shpalla ati qytetar në deri, po dhe interesimi që Gjilanit përfshihet në gjeografinë politike shqiptarëve dhe përfundimisht kemi arrit me kthy vëmendjen e Brukselit zyrtar. Komisioni Evropian Gjilan është njëri prej donatorëve më të mëdhaj, me cilët ne po punojmë, rregullimin e parkut të Lagjës Dardania, rregullimin e bibliotekës së qytetit, rregullimin e fushës së sporteve në komunë Gjilanit dhe donacione tjera në arsim, në shëndetësi dhe në sektor të mëdhaj. Gjilani është pranuar në konventin e kryetarëve në Bruksel për eficiencë energjisë elektrike. Ne do të hyjmë një program të veçantë të financimit të ndriçimit publik vitin e ardhshëm. Po ashtu Gjilani është pranuar në Agjencionin për Demokraci Lokale që ka selim Bruksel dhe është rrjeti komunave dhe zhvillimit politikave lokale në Evropë dhe Gjilani është shpall qytet model për të bëmit biznes. Ne jemi vendi më atraktiv në Evropë juglindore për investitorët e huaj dhe që presim ta pasojnë qeverinë e Austrisë, me që qeveria e Austrisë do të investon komunë Gjilanin 3 vitet e ardhshme në vlerë 12 milion euro sipas kërkesës komunës dhe kontrata pritet të nënshkruhet në janar. Mjetet që ne do t'i marrim nga qeveria e Austrisë përmes qeverisë Republikës Kosovës do të jenë kryesisht për rregullimin e shtratit lumit Stanishorka, përfundimin e lumit Mirusha dhe rregullimin e kanalizimit për qytetin dhe për fshatrat e komunës Gjilanit. Do të shtrohen për afërsisht 54 kilometra rrjet të kanalizimit dhe tretmanit të ujrave të zeza dhe me këtë hap ne planifikojmë që ta përfundojmë rrjetin e tretmanit të ujrave të zeza në komunën e Gjilanit. Largimin e Lloçit, largimin e Baltës dhe problemeve që komuna joni ka. Me qeverinë zviçrane do të fillojmë implementimin përmes hidromoravës të projektit madh 3 milion euro për rehabilitimin e rrjetit të ujësjesave në përfshatra dhe në lagjën e rrugës Prishtinës, që përfshin edhe programin e qeverisë për rehabilitimin e rrjetit të ujësjesës për komunën e Gjilanit. Do të jetë një investim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe ne synojmë 2 vitet e ardhshëm me bë Gjilanin me ujë të pishëm në çdo shtëpi.
të komunës tonë. Jo vetëm pjesën urbane, po përfshin edhe fshatrat e komunës së Gjilanit. Gjitha fshatrat e komunës së Gjilanit, pavarësisht se në pozitë gjeografike gjenden ato. Prioritetet kryesore në dy shtylla që ne kemi orientu, ka qenë arsimi dhe shëndetësia. Jemi jashtëzakonisht gëzuar që testi i arritshmërisë për klasën e nëna në komunën e Gjilanit ka shpall komunën tonë komunën më të mirë për shkak të arritshmërisë dhe besojmë që kjo gjeneratë që po hyn tash në shkollën e mesme do të jetë gjeneratë e artë, gjeneratë e cila do të sjellë rezultate edhe në testin e maturës dhe fal një punë dhe angazhimit të drejtorisë për arsim, disiplinës së shkollë dhe natyrisht duhet punojmë edhe më shumë. Duhet punojmë edhe më shumë në rregullimin e infrastrukturës dhe kushteve për nxënës arsimtar. Do të fillojmë ndërtimin e kampusit për shkollat e mesme, kontrata me operatorin është nënshkruar. Besojmë shumë që rregullimi i infrastrukturës dhe hapësirës për shkollat e mesme komunën Gjilanit do të krijon hapësirë, mundësi dhe kushte më të mira, jo vetëm për nxënësit, por edhe profesorët edhe prindërit që i kanë fëmijët aty. Po punojmë me qeverinë e Kosovës në fillimin e ndërtimit të kampusit të Universitetit Kadri Zeka, kampus i cili do ndërtohet në tokën e kazermës së ushtrisë Kosovës në Gjilan. Një vendim i komunës për 7.2 hektar tokë tash është vendos, po presim vendimin e qeverisë që ta ndanë përfundimisht vendimin me komunën e Gjilanit dhe mjetet financiare për vitin ardhshëm, në mënyrë që të fillojmë edhe ndërtimin e kampusit universitar. Sa i përket shëndetësisë primare, komuna është përgjegjëse për qendrën e mjekësisë familjare. Ne kemi investuar në të gjitha ambulantat në pikat ku komuna kujdeset për shëndetin publik, jo vetëm qytet, po edhe në fshatra. Do të vazhdojmë me investime. Kemi bërë kontrollën sistematike për herë të parë nxënësve, shkolla fillore dhe të mesme. Po synojmë me ndërtu kartel shëndetësore për çdo nxënës dhe në hapën e dytë edhe për çdo qytetar të komunës Gjilanit. Është një program jashtëzakonisht masiv. Po ashtu kemi hyrë në bashkëfinancim me qeverinë e Kosovës, me Ministrin e Shëndetësisë dhe me Caritasin për realizimin e stafit, apo mbështetjes më të madhe me staf profesional, përveç 6 mjekëve që i kemi pranuar me buxhet komunës, ne do të arrisim numrin e mjekëve në qendrën e mjekësisë familjare, do të arritemi numrin edhe të përkujdesjes me staf teknik dhe 40 pranon të ri në janar do të fillojmë punën për të mbuluar çdo pikë të qendrës mjekësisë familjare në komunë Gjilanit. Do të kemi mjek kujdestar dhe staf teknik edhe në fshatat më të larta të komunës Gjilanit, siç është Verbica, Zhegovci, siç është Shurdhanët dhe vendbanimet tjera në komunën Gjilanit, në mënyrë që me ofru jo vetëm arsimtarin më afër nxënësve, po edhe mjekun më afër qytetarëve, edhe vetë prezencën e komunës të çdo njësi apo çdo vendbanim i komunës Gjilanit. Ka qenë vetë po ashtu me vështirësi. Ne kemi realizuar një investim publik në infrastrukturë komunale, në asfaltimin e rrugëve në qytet dhe numrin më të madh të asfaltimit të rrugëve edhe nëpër fshatra. Do të vazhdojmë vitin e ardhshëm, paralelisht duke ndërtuar rrjetin e kanalizimit dhe të sjellësit, ta përfundojmë edhe rregullimin e infrastrukturës bazike, ndërtimin e rrugëve, trotuarëve edhe ndriçimit. Rezultatet janë të prekshme realisht. Kemi investuar edhe në varrezat të dëshmorëve, përfundimisht faza e parafundit e varrezave është realizuar. Kemi kthyer dinjitetin tonë si qytetar, sepse ka qenë një borxh i parealizuar deri tash, por do të vazhdojmë vitin e ardhshëm me fazën e fundit të projektit të varrezave dëshmore dhe paralelisht Komuna Gjilanit ka filluar konservimin e varrezave të vjetra dhe fillimin e ndërtimit të varrezave të reja të qytetit. Ne kemi gjetë lokacionin, ne kemi projektin detaj, po punojmë që me Agjencionin e Privatizimit ta marrim tokën në pronësi dhe të fillojmë ndërtimin e projekteve së bashku me Bashkinë Islame të Gjilanit, por në rujtjen e kulturës që qytetarët e Gjilanit e kanë. Varrezat për besimtarët musliman do ndërtohen në një hapësirë krejtëre, ndërsa varrezat ortodokse, varrezat katolike dhe varrezat e evrejve në komunë Gjilanit do të jenë në kujdesin e komunës, do të konservohen dhe do të mirëmbohen për gjitha besimet në komunën e Gjilanit. Ne kemi përfshi edhe caktimin e lokacionit dhe varrezave për protestant në komunën e Gjilanit dhe për komunitetin Sadi që janë në kuadër të tarikateve në komunën e Gjilanit.
Përkundër që Gjilani ka një tolerancë fetare dhe jashtëzakonisht zhvilluar, ne këtë vit tetor ne kemi identifikuar me muajin e solidaritetit dhe tolerancës fetare, fal udhëheqësve të Bashkisë Fetare. Kryetari i Bashkisë Islame ka qenë njëri prej liderëve që ka së bashku me Kishën Katolike Shqiptare, Kishën Ortodokse dhe përfaqësues tjerë fetar, Kishën Protestante në Gjilan, kanë zhvilluar aktivitet kulturor, aktivitet solidaritet dhe aktivitet me cilën ne jemi krenu dhe me cilën ne kemi impresionu dhe tjerë. Mi bo shembull i mirë edhe kemi reflektu në kuadër të këtij angazhimi edhe jashtë Kosovës. Vizita e rabinit prej Shtetet Bashkuara të Amerikës si udhëheqës i komunitetit hebrej në Gjilan për të pasur se sa është ndikimi i solidaritetit fetar dhe tolerancës, është përmend në raportin e fundit që është publikuar për këtë fundvit edhe nga komuniteti i hebrej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natyrisht duke dhënë një kontribut. Po punojmë që Gjilani me qenë qytet i cili vitin e ardhshëm ka më identifikuar si kantier i punës, si kantier i ndërtimit, përveç hapjes e rrugëve Gjilan-Bujanovc, tash që ka fillu, ne do të hapim rrugën Gjilan-Prishtinë, Gjilan-Ferizaj, dhe përfundimisht vitin e ardhshëm pritet të fillon ndërtimi i autostradës Gjilan-Prishtinë, i cili do ta lidh Gjilanin dhe Anamëravën me korridorin e Kombit, me korridorin e Shkupit, apo korridorin më të madh ndërkombëtar që kalon për Skejtnesh, dhe qytetarët e Gjilanit do të hyjnë në integrimin e plotë të infrastrukturës rrugore përmes korridoreve të mëdha. Natyrisht ne presim edhe investime, edhe rritje investime edhe në sektor tjerë, arsimi në infrastrukturë shkollore, kemi 22 projekte që planifikojmë me implementu në shkolla, kryesisht në palestra sportive dhe në infrastrukturë përcjellëse, në shëndetësi, ndërtimin rehabilitimin e ambulantave tjera që janë domosdoshme për rrjetin, subvencionet në kulturë dhe pamarësimi i kulturës me buxhet, që tashmë është vendosur që ndodh komunën e Gjilanit, investimin në stadiumin e qytetit, që 3 vitet e ardhshme do të jenë 600.000 euro investime shtesë, në mënyrë që me përgatit infrastrukturën sportive dhe Gjilani ka me qenë mikpritës i garave ndërkombëtare, pasi të përfundojmë investimet në stadiumin e qytetit, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ne do t'i kushtojmë edhe çështën sociale rëndësi. Ne kemi ndërtuar 24 shtëpi për banimin social me fondin solidar, do të vazhdojmë të shpenzojmë edhe 200.000 euro të qytetarëve të komunës Gjilanit për ndërtimin e shtëpive, rehabilitimin e 37 shtëpive, pagesën e qirave për një kategori tjetër dhe ndërtimin e shtëpive edhe vitin e ardhshëm. Po ashtu kemi paralajmëruar me e zhvillu edhe një gallambrambje tjetër, e cila do të grumbullon mjete për realizimin dhe përmbylljen e banimit social si problem që ne kemi gjetë komunën e Gjilanit, duke dashur me qenë më afër qytetarëve dhe njerëzve që s'kan pas mundësi me finalizu shtëpinë e vet, ose me ndërtu shtëpinë e vet, ose me rehabilitu banimin, me bën një shtëpi më të ngrohtë për krejt ata njerëz që kanë nevojë për mbështetjen e komunëve. Dëshirojmë të falenderojmë qytetarët për solidaritet që kanë treguar, sepse ata kanë kontribuar dhënës më të mëdha, ata paguajnë tatimen dhe taksat në komunë, me mjetet tyre ne punojmë. Komuna Gjilanit këtë vetë nuk ka shënu asnjë problem sa i përket zbatimit ligjit. Ne jemi komunë që asnjë vendim nuk është kthyer mbrapa nga ministrit përkatëse relevante, nga qeveria e Kosovës apo nga organizatat tjera që na monitorojmë, dhe shpresoj shumë që vitin e ardhshëm më rrit performanca, më rrit nga mësimet e nxjerrura në këtë vit, nga lëshimet eventuale që ndalën dhe problemet teknike që mballafaçu me arrit me i përballu, me arrit me i tejkalu. Uroj që viti 2016 jetë vit më i mirë për çdo familje në komunën Gjilanit, për çdo qytetar dhe për çdo njeri që është banues i komunës sonë dhe është banues i Republikës tonë.